sot dita e 3. Atëherë, sot është dita e 3. Mbas një tentative shumë të gjatë për të komunikuar me instancat e shtetit, që është e pamundur të na dëgjoj kush, që është e pamundur që të na thot një po, është e pamundur të na thot një jo. Çfarë kërkojmë? 2 gjisht letër të projektit, studimin gjeologjiko-minerar të AKBN-s për ndryshimin e projektit, leje mjedisore ku përfshihet leje mjedisore e tipit A ku përfshihet diskutimi me publikun dhe ne ikim, se ne kemi miratuar një nga oponencat, që është leja mjedisore, i bie që ne kundërshtojmë vetëm. S'ka pas asnjë konsultim banor. Asnjë lloj konsultimi, asnjë lloj diskutimi. Diskutimi i parë që ka ndodhur me banorët ka ndodhur në vitin 2007, ku unë kam qenë antar i Këshillit të Komunës, ku na ka ardhur projekti DEA, domethënë për bypassin e Kaninës, dhe ne në atë kohë me vot unanime e kemi pranuar dhe kemi mbështetur si projekt, sepse e dim se çdo me thënë infrastrukturë, e dim se çdo me thënë zhvillim, nuk jemi kundra zhvillimit, kemi një kundra vlerësimit të qytetarëve, që do thotë sot jemi pak, nesër do jemi çiku shumë. Duhet të ishim më shumë banor. Sot është dita e 3. Por me gjithë hallet tona, se ne jemi blektor, jemi buq, jemi në bujqësi, duhet ta zhvillojmë atë prompt. Nuk kanë bllokuar hyrjen e. Jo vetëm na kanë bllokuar hyrjen, po nuk kemi asnjë lloj aksesi. Ku nuk kalojnë mjetet që merren me agrikulturat, domethënë mjetet e rënda nuk mund të kalojnë. Mirë, këtu s'kalon as mushka, s'kalon as gomari. Nuk ka akses në pronë, nuk ka akses në fshat. Nuk ka më 100 fshatra. Sot janë 5 fëmijë në protestë. Nesër do janë 10. Pas nesër 15. Unë kam vajzën klasë të 9. Dhe derisa të fitoj liria e fëmijëve tanë që të jetojnë po në Kaninë, mos ta braktisin Kaninën, nuk e duam as shkollën. Nuk i duam të shkollojmë më fëmijët. Le të ngelen, si në kohë Qëmoti. Qëmoti jemi. Sepse Qëmoti po na kalojnë. Nuk jemi në Palestinë. Urdhë dhe më shiko. Apa pak mëni këtu, vlerësoje. Ne nuk jemi në Gaza këtu, dhe do na sulmoj Izraeli. Ky është një lloj si në Gaza. Ç'kërkojmë ne me Gazën? Ne jemi Shqipëri, ne jemi shqiptar. Nuk po kërkojmë më strehime për të mbrojtur nga agresioni. Kërkojmë të kalojë zjarrfiksja. Kërkojmë të kalojë ambulanca. Duam një jetë njeriu që të shpëtoj dhe duam një jetë ulliri që ka rritur 333 breza. Një rënjulli që është 1000 vjeçar, sepse jemi mësuar me fatkeqësi. Jemi mësuar me fatkeqësi, janë djegur 3500 rënjulli. Mungon informacioni. Nga se, nga zyrat e bujqësisë, nuk na tha njeri sa rënj janë djegur. Nuk na mbështeti njeri. Sot do të ndodh zjarr nesër. Urdhë zjarrfiksja të vetë fal zjarrin. Këtë humbet një jetë njeriu. Kalojeni ambulancën. Nuk duam Gaza. Si jemi në Gaza, jemi në Shqipëri. Jemi në trojet e ilirëve, jemi në trojet e Aranitit, jemi në trojet e atyre që kanë vënë themelin e këtij vendi, jemi në trojet e Ismail Beu. Sot një gjë kërkojmë. Kjo protestë nuk ndalet. Kaq e bukur dhe e qetë me tufa me lule, do të jemi dhe nesër. Po do presim dhe një ditë. Duam që shteti të na dëgjojë. Duam që deri sot jo, nuk dim ç'do ndodh nesër. Do na dëgjojë apo s'do na dëgjoj. Veshët janë të mbyllur. Përderisa nuk ka institucione që thonë i ka arëshëja, i ka arëshëja. Arëshëja nuk është gogoli. Po kryetari i bashkisë do të ishin krahasues si një banor. Tani, me thënë të drejtën, takime individuale, grupe përfaqësuesh kanë marrë takime, po kjo nuk është zgjidhja. Nuk është projekt që e ka bashkia në mbikëqyrje. Janë institucione të tjera që financojnë, janë projekte të institucioneve të tjera, se dhe bashkisë ja kërkojnë. Po është një gjë që është e pamundur, nuk ka alternativë që t'ja kërkojmë bashkisë. Duket me sy të lirë, duket ta shkelësh me këmbë, s'ka alternativë as zgjidhje kjo. Nuk jemi në një tunel 4 metra, jemi në një tunel 35 metra. Si mund të ndodhë qarkullimi? Të na i shpjegojnë.